Rifillon sërish të zgjesimi municioneve luftarake në të gjithë poligonet e vendit. Në rrethin e Pukës ky proces ka shkaktuar dhe pasoja për komunitetin për shkak të afërsisë me qytetin. Poligoni i zgjesimit të municioneve, i vendosur në masivin pyjor të Tërbunit pranë livadave të Hamzit, tashmë i ka dhënë lamtumirën shpresës së vetme të pukianëve, zhvillimin e turizmit malor. Tërbuni tashmë është kthyer në një masiv pyjor të braktisur, ku destinacioni është vetëm për automjetet e ushtrisë dhe kontrabandistët e pyjeve. Pasuria kombëtare nuk mund të jetë më në shërbimin e pukianëve, ndërsa dita ditës si pasojë e këtij procesi ata po humbasin një ndër vlerat me të cilat krenoheshin: ajrin e pastër dhe freskinë e pyjeve të shumë llojta të këtij masive, që sot nuk është gjë tjetër veçse një territor i shfrytzuar keq. Zgjesimi i municioneve ka sjellë dëmtime në banesa, por edhe në bletari, vreshtari dhe kultura të tjera bujësore. Shpërthimet e mëdha shkaktojnë çdo ditë tronditjen e qytetit të Pukës, atij të Fushazit dhe shumë fshatrave të këtij rrethi. Procesi i zgjesimit të municioneve luftarake po kryhet në 13 poligone në të gjithë vendin, ndërsa planifikohet të përfundojë në vitin 2013. Si pasojë e këtij procesi, pak ditë më parë, humbi jetën në repartin e Bigasit në Skrapar, oficeri Agim Mekollari, çka solli dhe ndërprerjen e zgjesimeve në të gjithë vendin për të rifilluar sërish vetëm pak ditë më pas.